Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk është gjesti, ja kush do ta fitoj bigun sipas astrologjisë. Sot në datë 19 prill 2025 mbyllet një prej edicioneve më të suksesshëm të reality show-ut më të ndjekur në Shqipëri. Një rrugëtim emocional i mbushur me momente të forta, përballje, dashuri, por edhe reflektim. Ky edicion ka tërhequr vëmendjen e publikut si asnjëherë më parë. Me një cast që kombinon artistë të njohur dhe personazhe të dashur për publikun shqiptar, ky edicion ka shënuar shifra rekord në ndjekje dhe përfshirje në rrjetet sociale. Finalistët janë Egli, Laerti, Gjesti dhe Rozana. Shenjat e tyre janë në mënyrë të tillë: Egli Virgjëresht, Gjesti i Dem, Rozana Gafore dhe Laerti Peshqit. Secili prej tyre sjell një energji të veçantë në shtëpi dhe një ndikim të ndryshëm mbi audiencën. Por në këtë analizë do të shohim se çfarë thot astrologjia për mundësitë e tyre drejt fitores. Për sa i përket Eglit, Egli është një nga surprizat më të mëdha të këtij edicioni. Me një qasje të qetë, të përmbajtur, një etikë të admirueshme, ajo ka fituar zemrat e teleshikuesve. Si një virgjëresh tipike, ajo analizon çdo gjë duke i dhënë publikut ndjesinë e një lojtareje inteligjente. Për sa i përket parashikimit për Eglin, ky muaj shënon një tranzit të fortë të Mërkurit për Virgjëreshën. Pra është në një pozitë që favorizon komunikimin dhe qartësinë, çka do të thotë se Egli mund të shkëlqejë në live në finalen e madhe, duke i bindur edhe skeptikët. Gjithashtu me diellin që po lëviz në Dem, ajo ka një përkrahje natyrore për të qëndruar shumë stoike dhe e pëlqyeshme. Shanset për fitore janë shumë të larta. Nëse do të fitojë, do të jetë një fitore që vjen nga simpatia e qëndrueshme dhe respekti, jo thjesht nga dramat dhe momentet impulsive. Gjesti është Dem. Demi tipik është i mbështetur fort në qëndrimet e tij dhe nuk bën kompromise. Për sa i përket parashikimit astrologjik të Gjestit, ai është në sezonin e tij, gjë që mund të jetë një avantazh i madh. Energjia e afërditës ndikon në simpatinë publike dhe është e theksuar gjatë kësaj periudhe. Shanset për fitore janë të konsiderueshme. Nëse emocionet menaxhohen mirë në natën finale dhe ai mbajnë qëndrimin e tij të qetë dhe të qëndrueshëm, ka potencial të madh për të fituar çmimin e madh. Rozana është Gafore. Kujtojmë që Gaforia është e ndjeshme, e lidhur me rrënjët e saj, ka shumë emocione. Për sa i përket parashikimit astrologjik, në natën e finales, hëna do të jetë në një pozicion të favorshëm me Jupiterin, duke sjellë ndritshim emocional dhe empati nga publiku. Shanset për fitore janë shumë të larta. Nëse finalja luhet në bazë emocionesh dhe lidhje me publikun, Rozana është ajo që e fiton. Për sa i përket Laertin, ai është Peshqit. Shanset për fitore për Laertin janë të mundshme, por jo të larta. Nëse publiku e lexon si një njerëz të ndershëm dhe të sinqert, ai ka mundësi për ta fituar. Pra kush do ta fitojë këtë edicion sipas astrologjisë? Duke parë kombinimin e energjive planetare, tranzitet aktuale dhe mënyrën se si këto shenja rezonojnë me publikun, favoritët kryesor janë Egli dhe Rozana. Egli është në një harmoni të shkëlqyer dhe Rozana ka mbështetje emocionale. Një nga këto dy vajzat do ta fitojë çmimin e madh.